Është hedhur në erë makina e kryebashkiakut të fushkrujës Gjon Bardhi. Shpërthimi ka ndodhur rreth orës 1 pas mesnate, ndërsa kryebashkiaku i fushkrujës ndodhi në një gëzim familjar në fshatin Larush. Gjon Bardhi deklaroi pas shpërthimit se nuk ka probleme me askënd, ndërkohë që ky është shpërthimi 16 që ndodh në fushkruj brenda vitit. Dëmtuar është vetëm makina ime dhe nuk e di 1 apo 2 xhama të 2 makinave që kanë qenë afër makinës time, por jo nuk ka dëmtuar dhe nuk ka as lënduar absolutisht asgjë. Në fushkruj ka ndodhur shumë incidente të tilla, sidomos te vitin e fundit. Dhe mendoj që çdo njeri që ishte në vendin tim do ngarkohej, por jam shumë i pastër për çka them. Nuk kam detyrime, nuk kam asnjë problem personal, moral apo familjar, duke hyrë nga pronat, nga ngatresat dhe nga gjëra të tjera. As në breza nuk kam, personalisht as nga familja ime. Mjeti për fat të mirë ka qenë i parkuar në momentin e shpërthimit dhe nuk ka pasur të lënduar në njerëz përveç dëmeve materiale. Policia nuk ka asnjë të dyshuar për ngjarjen.